ne si media sigurisht që bëjmë punën tonë dhe besojmë e bëjmë atë më së miri në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ndaj sot këtë panel pas pak minutash do të ndajmë me disa fëmijë të cilët vuajnë nga spektri autizmit, por që kanë shumë agji brenda vetes, që kanë shumë talente, që të gjitha ato do t'i përshfaqin këtu sot për programin Mes Nesh. Fillimisht do ndjekim një insert, i cili do t'na njohë më tej për ditën botërore të autizmit dhe më pas kthehemi më njëherë në studio. Në studio me të ftuarit. Sot, më 2 prill, bota i kushton vëmendje një çështjeje që prek miliona njerëz dhe familje në mbar globin, autizmin. Kjo ditë nuk është thjesht një datë në kalendar, por një thirrje për ndërgjegjësim, përfshirje dhe mbështetje për të gjithë ata që jetojnë me çrregullimin e spektrit autik. Autizmi nuk është një sëmundje, por një mënyrë ndryshe të perceptuarit të botës. Njerëzit në spektrin autik mund të kenë sfida në komunikim dhe ndërveprim social, por shpesh ata posedojnë aftësi unike, një mënyrë të veçantë të menduarit dhe një ndjeshmëri të jashtëzakonshme për botën përreth tyre. Për fat të keq, paragjykimi dhe mungesa e informacionit shpesh i pengojnë ata të përfshihen plotësisht në shoqëri. Në Shqipëri dhe në mbar botën, shumë familje përballen me sfidën në sigurimin e shërbimeve të nevojshme për fëmijët e tyre me autizmin. Terapit, arsimi personalizuar dhe mbështetja sociale janë thelbësore për zhvillimin e tyre. Ndaj kjo ditë duhet të shërbejë si një moment të reflektimi për institucionet dhe shoqërinë që të investojnë më shumë në politika gjithëpërfshirëse dhe akses të barabartë për të gjithë. Simboli i kësaj dite është ngjyra blu, e cila përfaqëson qetësinë, besimin dhe shpresën. Ndriçimi i ndërtesave dhe veshja me blu sot është një mesazh solidariteti për të gjithë ata që preken nga autizmi dhe familjet e tyre. Le të bëhemi më të vetëdijshëm, më të dëmshur dhe më përfshirës, sepse diversiteti na pasuron dhe çdo individ meriton të ndihet i pranuar, i kuptuar dhe i mbështetur në rrugtimin e tij. Autizmi nuk është një pengesë, por një mënyrë tjetër e të qenit dhe në këtë botë ka vend për të gjithë. Dhe është momenti dashurisht t'ju prezantoj me të ftuarit në studio për të vijuar më tej bisedën për 2 prillin për ditën e ndërgjegjësimit ndaj autizmit dhe jemi në studio me Briken Hasimin që po marr guximin ta quaj piktor. Përshëndetje. Vërtet je në vitin e parë, por talenti yt të bën që të shkëlqesh edhe do të dëgjojmë shumë nga ti. Faleminderit që jam Mirë se vjen. Mirë u gjetëm. Kënaqësi. Ju prezantojmë gjithashtu dhe me Soirdio Balla dhe Mirela Balla, nënë e birë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit Soirdio, mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që je me ne. Do doja ta nisnim bashkë zonja Balla për të kuptuar mbi rëndësinë e kësaj dite të sotme. Dhe ne e thamë edhe në fillim programit, nuk mjafton vetëm një datë, pavarësisht se ajo është simbolike, nuk mjafton vetëm 2 prilli për të kthyer vëmendjen tek autizmi, por duhet çdo ditë të japim secili nga ne kontributin tonë për t'i pranuar në shoqëri. Ju me çfarë sfidash e shihni këtë ditë dhe rëndësinë e saj? Për ne autizmi është pjesë e jetës ka mbi 15 vite, që në momentin që ne kuptum që kemi një fëmijë me autizëm, me spektrin autizmit. Të jetosh me autizmin është sa sfidë, po edhe bukur, sepse të mëson të shohësh jetën në një këndvështrim ndryshe. Sfidat janë të pafundme, çdo ditë do të çohesh me duke ditur se nuk e di si do të shkojë dita, plus duke ditë që në vendin që ne jetojmë, mundësitë janë shumë të pakta, duke krahasuar me jashtë, për shembull që i kanë më të mëdha për këto fëmijë. Mundohemi të bëjmë më të mirën, duke veçuar nëpër qendra të ndryshme për terapi, duke ndjek me kurse, në momentin që ne kuptuam që Soirdio kishte talent te kitara. Kështu për të mbushur ditën. 15 që kemi marrë vesh. Zonja Balla, po si kanë qenë ky rrugëtim në këto 15 vite? A ka pasur mbështetje, a ka pasur përmirësim, a janë zgjeruar, nëse do mund të quajmë kështu, edhe dijet për mënyrën se si edhe prindrit duhet të sillen edhe duhet kujdesen për fëmijët me këtë spektër? Për ta përmbledhur me pak, unë kam një mesazh. Për gjithë prindrit, duhet të them që nëse doni të bëni një dhuratë fëmijëve,
fëmijë me autizëm duhet t'i pranojnë. Ta pranojnë që janë me autizëm, që të hecin me to në çdo hap, me terapi, me çfarë tjetër mundur për këto. Sepse Soirio, kur ne e kuptuam që ishte me autizëm, ishte shumë rënd. Duke pranuar që fëmia jonë ka një problem, në moshën 2 vjeç e gjys, kuptuam që nuk shpreh, ishte agresiv. I bëm vizitat edhe doli që ishte me autizëm. Duke krahasu si ka qenë dhe si është, nëpërmjet terapive ka shumë përmirësim. Po ju thatë diçka, zonja Balla, që më bëri përshtypje, thatë që prindrit duhet fillojnë ta pranojnë dhe sa më shpejt ta pranojnë. Çfarë doni të thoni me këtë? Pra prindrit e kanë vështirë për ta pranuar që diçka nuk shkon me fëmijën apo? Po, ka shumë prindër që nuk e pranojnë që kanë fëmijën me autizëm dhe i mbajnë të mbyllur, dhe ne kur shkojmë nëpër qendra dhe gjëra, shohim fëmijë që nëpër aktivitete ndryshme, shohim fëmijë që tani kanë nxjerr. I mbajnë mbyll ndoshta nga opinioni, nga shoqëria, mund të ketë edhe mungesë informacioni që nuk e kuptojnë që ka nevojë për terapi apo është më tepër. Kjo mund të jetë në hapat e parë. Mungesa informacionit mendoj që është në hapat e parë kur kanë të vegjël, pastaj kuptohet një fëmijë që nuk është. Ju si e patët atë momentin e parë, kur thatë që në moshën 2 vjeç e gjysmë e mësuat, ndoshta kishit dyshuar më herët edhe ju kaluat në këtë fazën e mospranimit, por e te kaluat shpejt, çfarë ndodhi? Si e kujtoni? Unë kam 2 djemë dhe Soirio unë e kuptoja që ishte ndryshe nga i pari, që në rritje, që në kuptimin, kur e tjerja nuk reagonte, edhe e kuptova domethënë që ky është ndryshe. Kuptohet që pranimi ishte shumë i vështirë, se të marrësh vesh dhe para 13 vitesh, 15 vitesh që autizmi ishte shumë i pakt, sepse tani informacionet tani janë të shumta. Ishte vështirë pranosha që fëmia im ka një çrregullim spektrit autizëm, që unë nuk e disha çfarë është autizmi. Dhe duke ditur që më thanë që nuk ka shërim. Do ketë përmirësim, por shërim nuk ka. Është shumë e vështirë pranimi, por ne gjetëm forca si prindër e pranum që të vazhdojmë të ecnim për fëmijën tonë. Po, pranaj këtë dhe e hapa me këtë, domethënë që prindi, dhurata që t'i bëj fëmijës me autizëm është ta pranoj që të eci përpara. Zonja Balla, po a jeni ndjerë ndonjëherë pre e paragjykimeve? Shpeshherë. Duke që në gjestë ne nisemi për në shkollë. A ekzistojnë edhe sot në këto moment që ne flasim, sepse në fakt edhe media ka bërë një punë shumë të madhe, flitet shumë për fëmijët me këtë spektër, për këtë problematik, mjekët, terapistët gjithashtu mundohen që her pas here të këshillojnë edhe prindrit, dhe mendoj që gjithsesi edhe opinioni publik, sikur është bërë më pranues edhe ndoshta ka informacion, por në fakt çfarë ndodh në të vërtetë, ju që jetoni për ditë me këtë sfidë, çfarë ndodh? A janë edukuar disi apo prapë mbeten pre paragjykimeve? Informacionet janë më të shumta, por njerëzit nuk është se janë të ndërgjegjësu. Me thënë drejtën, unë e shoh që në reagimin në mëngjes kur ne hypim në autobus për të shkuar në shkollë, që ty ta shohim fëmijën me një shikim sikur ka një sëmundje ngjitse, jo se është thjesht autizëm. Plus për shembull kur kemi aktivitete dhe gjona që janë me të tjerët që janë tipik, fëmijët autizëm janë pak më jo të pranuar. Ose i bën për mëshirë, ose i bën, po jo që t'i ndinë ta pranojnë që po, ky fëmijë është me autizëm, nuk është, ky mund të jetë shumë më talent se një fëmijë tipik. Po nuk ka ndryshuar kjo, zonja Balla, fare, gjatë këtyre 15 viteve që thoni sa dilni në mëngjes, hipni në autobus dhe shihni vështrimet ndoshta nënçmuese të njerëzve, nuk ka ndryshuar fare? Unë shoh po njësoj. Shihni po njësoj, se kjo është trishtuese të mendosh, sepse bëhen sa më shumë programe, politika, ndërgjegjësimi, edhe të mos ketë asnjë ndryshim është të vjen keq. Edhe duke ditë që informacioni është shumë i tepërt, se domethënë duhet ndërgjegjësohen, të kuptojnë se autizmi është tu shumë dhe mendoj që në çdo familje do e ketë, besoj, një kushuri, një i afërm. Po si është marrëdhënie? Jo, shoh Soirdion doja të thoja, edhe shoh që Soirdio, sytë e Soirdios aq të bukur, një djalë aq i qetë, një djalë si të gjithë ne, ai nuk ka asgjë ndryshe dhe ndaj e shoh dhe gjithmonë në momentin që ju po flisnit, mendoja si ka mundësi të kesh një paragjykim të tillë për një djalë, se nuk po dua ta quaj më fëmijë.
Unë kam një rast konkret para... Për mua nuk është ndryshe e shoh dhe nuk është ndryshe. Para pak ditësh. Në rrugë i kishte thënë dikush, se unë nxjerr në lagje, bëj xhiro vetë me bicikletë, dhe i kishte thënë ti pse qesh kot. Por ky kuptoi shumë dhe ishte ndje shumë keq. Dhe sa erdhi tha mami, më tha çuni, tha që ti pse qesh kot. Do të thonë që është një gjë... Po si përjeton? Si ka bëu keq kujt edhe... Po si përjeton tani? Ai kupto. Po? Kupto dhe e kupto veten. Po janë gjurmë që mbeten në... Po se i përjeto. Në ndjesit e ti, ndihet janë përjetime. Ndihet keq, por që ne mundohemi t'ja kalojmë si me... Megjithatë do doja të ndërlidhesha me atë që po thoshte edhe Iva dhe ajo që konstatoi dhe vëre është se gjatë gjithë kohës që zonja Balla flet, e shoh që sheh nga ekrani, sheh nga monitoret, sheh nga ledi, Soirdio edhe sheh maman edhe e shoh her pas here që buzëqesh, besoj lidhja juaj është shumë e afërt, apo? Është më i lidhur me ju? Po. Me lidhur me mua. Jemi gjatë gjithë kohës bashkë, normal. Soirdio, mamin e do shumë? Po. Si po ndihesh tani në studio? Mirë. Po ndihesh mirë. Faleminderit shumë që erdhe dhe je me ne për dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm për gjithë shikuesit që na ndjekin. Si e ke nisur pasionin për kitarën? Si ka ardhur? Kush e zbuloi talentin? Duhet të përgjigjem. Sa vite u bën? Soirdio ka mbi 6-7 vite. 6-7 vite? Po profesionist? Ne shumë fakt për pikturë, sepse i përqetet vizatote. Aty ky mori vetë kitaren, edhe lujti kitarë dhe profesori tha, sikur dite, jo se ky e kishte për herë të parë. Pra është e vërtetë që ka një talent të fshehur. Që prindi mund ta orientojë diku tjetër, po fëmia ka talentin e vet, ndërkohë shoh që Soirdio sheh edhe fotografitë e tij. Soirdio është vlerësuar edhe me disa çmime, apo jo? Ka qenë tani në muajin mars pjesë e një aktiviteti ku është vlerësuar gjithashtu. Soirdio është vlerësuar me shumë çmime, me shumë certifikata, ka marrë pjesë dhe ke klipi këngëtarës mirë njohur Irma Libova, por i fundit ka qenë me 22 mars, kur ishte North Star, që u bën nga 7 bashkitë e veriut, që organizohej nga Elios të Mndjes për mbiemrin se s'më kujtohet, Eva Rama dhe Hersi Matmuja. Dhe Soirdio fitoi çmimin e parë North Stars për kitaren. Zonja Balla po e ka ndihmuar të gjitha këto aktivitete jashtëshkollore apo këto kurse në të cilën ju e keni bërë pjesë, Soirdion, a e ka ndihmuar të jetë disi më aktiv, të jetë më kërkues ndoshta ndaj pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme? Po, e ka ndihmuar shumë. A ka ndryshuar disi? Sepse është diçka që Soirdio e bën me dëshirë, domethënë. Kur ishte bile pak më i vogël, ai zgjohej me kitarë dhe flinte me kitarë. E kishte kitaren e deshte gjatë gjithë kohës afër vetes. Është shumë i lehtë. Po ndërkohë me Soirdion e kemi njohur më herët edhe përmes Rimfestit, me zonjën Gjoj Jakaj. Po ndërkohë për të pyetur pak edhe Brikenin. Briken, se ne folëm për Soirdion edhe për kitaren e tij, po dua të flas talentin tënd në pikturë, si e zbulove. Kur ka nisur kjo dëshira për të vizatuar, për të pikturuar? Aktere, piktura ishte hobia ime dhe ajo që më qetëson në fakt nga ana e ndjenjës time emocionale që unë ndonjëherë ndihem i mërzitur ose i gëzuar. Po? Edhe i shpreh përmes vizatimeve, pikturave të tua. Pikturat, nuk besoj që ke asnjë moment të trishtimi këtu. Asnjë moment të trishtimi. Se shoh ngjyra, shumë jetë. Korçën e bukur, hapjen e shkollës së parë të gjuhës shqipe në qytetin e Korçës. Fantastike. Po ndërkohë, sa vite u bën që pikturon edhe pse zgjodhe të studiosh për pikturë? Pikërisht për këtij talenti, apo dëshiron që të kontribuosh më tej edhe në mësimdhënie, apo dhe të mësosh dhe të tjerët? Në moshë të vogël më ka nisur talenti për pikturë, që pikturoja në nënveçare dhe në gjimnaz. Dhe studimi për pikturë më kishte nisur me fat që pikturoja një burë me model të cilën konkurohesha. Me thënë që pedagogët e vlerësuan dhe të gjithë punimet e mia dhe e kam fituar me fat për studimin e Universitetit Arteve tek Fakulteti Arteve të Bukura. Si ndihesh aty? Shumë mirë. Ke miq, ke shok? Gjë në fakt, në shkollat e larta nuk ka shoqëri, por... Pse? Se ne studentët themi individualista, që është viti parë që fillon. Por shok kam
të 9 vjeçarës dhe të gjimnazit që e kam bërë. Briken, a e ke ndjerë ndonjëherë vetën të përjashtuar? Jo, asnjëherë. Prindrit, si të kanë mbështetur, sa të kanë mbështetur? Shumë mirë. Si është marrëdhënia që ti ke me ta? Marrëdhënie shumë i mirë, sa ta janë heronjë që më kanë bërë çdo gjë për ndërgjegjësimin dhe për çdo gjë që të arri aty ku jam. Kanë plotësuar, besoj, kështu edhe çdo dëshirë tënde, për të të lënë të lirë edhe që ti të zgjedhësh edhe degën që ti ke dëshirë, apo jo? Po, për pikturën. A ka diçka që nuk shkon, çfarë vëre në shoqërinë shqiptare, nisur edhe nga ajo që po thoshte edhe zonja Balla pak më herët, që ka një lloj paragjykimi pavarësisht se ti nuk e ke ndjerë për fat dhe nuk e ndjeri përjashtuar, por ka një lloj paragjykimi që sa hipim në mëngjes në autobus ka njerëz që shohin ndryshe. Çfarë të shqetëson shoqërinë shqiptare? Sa ka ndryshuar kohë pas kohe në qasje ndaj autizmit? Ajo që më shqetëson në fakt se që të kam, më thënë, në shkollat e larta që janë individualista, do më thënë që duhet të kesh shumë shoqëri kur të shkosh në vitin e 2 në gjimnaz. Po. Do më thënë, na fal një përshprehje në Universitetin e Arteve që shkon në vitin e 2, bësh shumë shok me ata kur shkon në vitin e 2, që vitin e parë nuk njesh me ata. Po, sa të ambientohesh. Sa të ambientohesh me ata studentët, do më thënë, dhe në vitin e 2 zë shoqëri me ata studentë. Po ti, a ke kërkuar ti jesh pjesë e grupit të studentëve apo të kursit që ju jeni aty? Po. Unë nuk besoj që je përjashtuar. Jo, as pak, as një herë. Këtë më vjen shumë mirë. Po çfarë të frymëzon, Briken, për vizatimet për pikturat e tua? Nga e merr frymëzimin? Frymëzimi im është që çfarë rasti të kem për do një piktur, të një ekspozite, të gjitha gjërat që çfarë kërkojnë, unë i bëj të gjithave në mendjen time. Më vjen mirë, po ndërkohë me çfarë mbush kohën përveç pikturës? A ke ndonjë pasion tjetër, ndonjë hobi tjetër? Si e kalon përditshmërinë tënde? Ndjek televizion për shembull, me qenë se jemi në një studio televizive, çfarë? Për shembull, në talent kam aktrimin që në këtë vit në fundin e prillit vazhdoj një shfaqje teatrale që quhet Hansel dhe Gretel. Bukur. Po, do marrim pjesë. Unë në rol kam bëbajnë... Edhe po e shohim ndërkohë në ekran, është një moment nga interpretimi juaj? Po, shfaqja Venecia, do festivalit të Gjergj Trolla, të shkollave të mesme, se aty rol kisha Donça Komon që kërcej me një gruar të verbër që arriti në Venecia. Reciton bukur, ka shumë talent. Çfarë do na recitosh disa vargje, Briken? Të vinë disa vargje në mend. Ulërim autike për ditën ndërgjegjësimin ndërkombëtar të autizmit. Po sikur do e bëj atë që do e bëje, dihet që do ngrija kupën e qiellit. Ti e lodhura ime, do ta ngrija kupën e qiellit për hir të mërzisë. Por asgjëja do të pjentonte të vendin ton. Por ndodh, o Zoti im, lutja e lirisë, por ku e dëgjoj unë atë, ti bësh e artë, por e artë si ëna dhe fluturosh në mal, por bësh këmp, edhe kjo ndodh që të ka përcej ty, por edhe unë mbështes këmbën në mal, dhe i fort bëj gjitje. Bravo. Ej, Briken, po me shumë talente nuk e di se sa të vështirë do ta kesh në vazhdim për tu profilizuar tek piktura apo tek aktrimi, se shumë talente, bravo të qoftë. Në akademi dhe jam e sigurt që diku do ta gjej veten, ose në televizion, Pse jo, derën e ka të hapur. Derën e kam gjithmonë të hapur patjetër. Me vërtet. Briken, ke së fundmi ndonjë aktivitet që do të marrësh pjesë? Edhe po përgatitesh? Po, Hanseli dhe Gretën që kam thënë, që regjistoria është e gushe mbeti regjistoren time të dashur, që më fuste dhe vendoste çdo rol për mua, që organizote qendra TIS. Sa mirë, na vjen shumë. Më vjen mirë, po emisioni mesnesh e ke parë ndonjëherë apo jo? Po, emisionin ku jemi tani. Ndonjëherë, po. Okej, ndonjëherë them, gjithmonë jo se ke shkollë, ke angazhime. Unë ndjek dhe në rrjetet sociale. Na ndjek në rrjetet sociale? Po.
Në Instagram zakonisht jam Po ja ta... aktivist me tikun blu. O, me tik blu. Ja të të kërkoj unë direkt. Më ke follow në Instagram. Po, vërtet ju kam. Në ndjek. Ndjek një nga një të gjithë. Një nga një të gjithë. Ja ta konfirmoj unë këtu, Brikenin. Briken Hasimi. Po, Briken Hasimi, më pas ka, kështu që follow back. Follow back. Follow back, me njëherë, sepse e meriton Brikeni, që është shumë i talentuar, ja tek e kemi, pas ka e bërë dhe story. Ta shoh një çfarë story ke nxjerr? Shi çfarë çuni fotogenik shi. Edhe mendo se sa story do të bëj deri në fund, në momentin që do të jetë. Tani do nxjerrësh video nga emisioni. Po, video nga emisioni. Bukur. Mirë, Briken, ne na vjen shumë mirë që ke kaq shumë talente, mbi të gjitha që ke gjetur mundësinë ti përshfaqësh ato edhe ti jesh aktiv në jetën kulturore të vendit. Më vjen shumë mirë për këtë. Zonja Balla, Soirdio gjithashtu sot ka ardhur me një kitar. Po. Do të desha të them vetëm 2 fjalë para se Soirdio. Patjetër. Sepse duke dëgjuar Brikenin dhe besoj se edhe ju vutre, fëmijët me autizëm nuk është se kanë shumë shok. Kështu që do të desha të bëj një thirrje shokëve që ato kanë nëpër klasa, që t'i mbajnë sa më afër. Ndoshta nuk mund t'ju falin atë dashurinë se tani brezit që po rriten dhe këto mosha e këtyre janë pak kështu, po të paktën mos i ngacmojnë, t'i lënë atë habitatin e vet. Pra, ta zgjedhin të rinë më të tërhequr. Po. Por të paktën të mos bien pre e bullizimit apo e ngacmimeve. A ka raste të tilla në shkollat shqiptare, nuk e di, a ke dieni duke qenë se je më në kontakt? Mu nuk më ka rastis, them drejtën, nuk mund të flas për... Qartë. Te shkolla jone, në lice është djali, s'kam pas probleme, jemi shumë mirë. Ndërkohë, do kemi fatin të dëgjojmë Soirdion, teksa do të ne interpretoj me kitarën e ti. Do të dëgjojmë me shumë kërshëri. Bravo, Soirdio. Besoj që do ta bësh gati edhe bazën muzikore për programin ton. Do të na e premtosh. Soirdio e ke interpretuar shkëlqyer. Mirë. Zonja Balla, në fund doja ta mbyllja me ju me një pyetje të fundit. Sigurisht që për çdo nën është e rëndësishme të ketë një siguri për fëmijët e saj. Dhe besoj në rastin tuaj shtohet dëshira për të ditur se ku dhe çfarë do të bëjë Soirdio në të ardhmen. Çfarë kërkoni, çfarë sigurie doni dhe kërkoni për të? Ne po luftojmë fort çdo ditë. Unë si prind me Soirdion, dhe duke kuptuar që ka talent kitaren të paktën, që të ketë një punë, të jetë i zoti vetes, sepse ne nuk jemi të përjetshëm. Kështu që unë këto do desha, ose nga shteti inshallah hapet në qendër, në gjë që kur këto të jenë një moshë madhore, paktën për fëmijët që nuk do kenë mundësi, se jo të gjithë kanë një vlla dhe një motër, prindrit që janë përjetshëm, paktën të kenë një stre ku ato të jenë aty. Dhe uroj të shkojë në vishin e duhur kjo thirrje juaja dhe ky mesazh që është vështirë për të artikuluar se ju shoh dhe të prekur, por uroj që emocionet bëjnë vetë. Absolutisht dhe mos e mirëkuptuar. Ndërkohë ju falenderojmë vërtet për të gjitha mesazhet që përcollët në këtë ditë të rëndësishme dhe faleminderit për shembullin e mirë të Soirdios edhe të Brikenit edhe për talentin tuaj. Soirdio u shtofshin në djem të si ju me kaq shumë dëshira edhe me prindër që ju mbështesin e janë gjithmonë pranë jush për të bërë më të mirën për ju. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit ju. Do të shkojmë tani në reklama. Publicitet. Rikthehemi.